Njëri çdo herë jeton për me dash dikush. Nuk ka ndjenjë më të keqe se me jetu edhe mos me dash kërkush. Valla ndjenja më e keqe me jetu besimtari, edhe nuk do kërkush jetën tane. Kush do më shumë jetën tane? Nana jote, baba jot, gruaja jote, fëmia jot. A dikush do më shumë ti? Do më shumë ti, ai që me ty ka më kanë deri në fund të rrugës. Gruaja jote në ditën e gjykimit ka merret me tyja. Kështu ne shka thot Allahu Azza wa Jall. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Në ditën e gjykimit ka me hik edhe nëna jote për ty, edhe baba jot për ty, edhe fëmia jot për ty, edhe çdo që i kidosh më shumë ti për ty. A dikush ka me ty? Ka me metën vetëm Rahmani, ka me metë vetëm Allahu Azza wa Jall. Çaj shka ty do më shumë ti, është Allahu Azza wa Jall që çaj s'ka me të lanën ty e deri në momentin që ti ke me hinë xhenetin e Allahut. Andaj, lidhu ma shumë me qato shka s'kan me të lanë gjysë tullës, se sa me qato shka kan me të lanë gjysë, do thonë, në fillim tullës. Se nana fëmijën e do mas shumë ti këtë dunjo. S'ka dikush që e do mas shumë ti fëmijën e vetë se sa nana. Pa dhe baba vjen pastaj, po nana e do fëmijën mas shumë ti. Ama mas shumë se nana jote edhe baba jot, pasha Allahun do Zoti jot. Andaj, adhuroje Zotin ton, doje Zotin tan, edhe respektoje Zotin tan vazhdimsi.